Tregom, a ke mendu ekipën kush do të jetë pjesëmarrës, a do të jetë prej jashtë, a do të jetë dikush prej brenda, edhe kjo shumë e rëndësishme që duhet ta sekim është ata që janë brenda duhet jenë të sigurt se ti nuk i prek në vendin e punës. Patjetër, vënar, unë jetoj mbas një principit se kur bëhet fjalë për gojën e bukës dhe vendin e punës, atë nuk duhet të ketë nxjerrime politike, pa marrë parasysh ç'është, mu më intereson profesionalizmi. I kam njoftu pjesën më të madhe brenda punonjësve që janë në komunë, të sektoreve të ndryshme, pasi që aty jetojmë, gravitojmë, dhe ka kapacitete aty. Do të mundohemi të angazhojmë edhe 3 profesionistë, si që në komunën e Sarajit kemi mbi 30 inxhinierë të kuadrove deficitare, jo vetëm jashtë. Dhe vizioni imi për ta transformuar Sarajin është duke formuar një ekip e cila do të projekton, bashkë me shtëpi projektuese nga vendi apo jashtë, varet si do e bëjmë planin apo strategjinë, dhe një ekip e cila do të mirret me ndjekjen e thirrjeve nga fondet e VE-s, ambasadat dhe institucione, bashkëpunimi ndërmjet komunave, jashtë kufive, kështu me radhë.